Stacioni i zjarrfikseve në Bashkinë Kuçov përbëhet nga 18 punonjës, të organizuar në turn e shërbimi 24 orësh. Ata janë trajnuar dhe me përvojë shumë vjeçare në shërbim të qytetarëve të kësaj bashkie. Për të mësuar më shumë mbi planin e masave për sezonin veror, ju drejtuam shefit të sektorit të shërbimit zjarrfikës pranë Bashkisë Kuçov, zotit Teodor Mërtiri. Ai shpreh se strukturat janë në gatishmëri të plotë dhe se personeli është i përgatitur për përballimin e situatave që mund të lindin gjatë verës. Sipas tij, Bashkia Kuçov nuk ka pasur probleme të mëdha ndër vite, ndërsa një mbështetje e rëndësishme mbetet dhe baza ajrore si dhe puset e nxjerrjes së naftës në zonë, të cilat kërkojnë vëmendje të veçantë në kuadër të sigurisë dhe parandalimit të rreziqeve. Gjithashtu janë marrë masa për rritjen e patrullimeve në zonat me risk të lartë për zjarre gjatë stinës së verës. Apelohet për bashkëpunim nga ana e qytetarëve për të shmangur zjarrvënjet e qëmbëllimshme apo nga pakujdesia. Struktura zjarrfikse mbeten në gatishmëri të plotë për çdo emergjencë që mund të paraqitet. Koordinimi me institucionet e tjera lokale synon një reagim sa më të shpejtë dhe efikas në çdo rast. Si çdo vit, edhe stacioni i jon merr një plan masash në bashkëpunim me Bashkinë e Kuçovës. E para është kontrolli i hidranteve të ujit, që janë të shtrirë në gjithë territorin e Kuçovës. E dyta është mirëmbajtja e rrugëve, hapja e tyre në bashkim, të bëjmë në bashkëpunim me drejtorinë e ujësisë, që të hapim parcelave, të vëmë sa më afër të ndërhyrjes. E treta është akomodimi i turistëve dhe shtretëve. Ato i bëjmë kontroll rigoroz për fikset, për emergjencën, në daljen e emergjencës, tabelat. Bashkia na ka ofruar një mjet të ri, Forestrat, pick-up, e cila ka ardhur si vjet, është 2025-s, që na lëm mundësinë që ta afrojmë sa më shumë zjarreve të kodrit, jemi sa më shpejt situatës së zjarrit. Plus që është kërkuar dhe hapja e rrugëve, që nga problematikat e vjetshme është punuar si vjet nga bashkia, janë hapur të gjitha rrugët e parcelave që ishin të zëna nga fermerët. Stafi këtu janë të gjithë të trajnuar. Trajnimi bëhet në Tiranë, sipas rregullave, mjetet kemi shumë të reja, janë të kualifikuar të gjithë punojësit dhe për aksidentet dhe për zjarret dhe për ndërhyrjet në zjarre në përbanesa. A do kishit ju në një thirrje për të gjithë banorët e Bashkisë Kuçovës, pasi në pak nga troket sezoni veror dhe zjarret janë pranë? Patjetër, unë kërkoj nga ana e tyre të jemi sa më të ndërgjegjshëm në mënyrën e ndezjeve të zjarreve, të mbeturinave që kanë të baçeve, mbeturinave urbane, të koshave të perave mos t'i djegin. Zjarret e vegjël t'i kenë në kontroll, mos ta ndezin zjarrin dhe të largohen, ta lënë zjarrin ndezur pa fikur deri në fund, sepse kjo për shumë faktorë, sidomos dhe shkaku i errës që hap zjarrin, dhe lajmërimi në kohë rekord do ishte gjë më e mirë.